27.000 maturant në të gjithë vendin ju nënshtruan këtë të martë provimit të dytë të maturës shtetërore, atij të gjuhëletërsisë. Testimi i 597 maturantëve lushnjar nisi në orën 10 në 4 qendrat e përgatitura për ta. Shkolla 18 Tetori Skënder Libohova, 4 dëshmorët Vath Korreshi dhe vazhdoi për 2 orë 30 minuta. Nxënësit vetëm me kartën e identitetit dhe stilolapsin u paraqitën 1 orë 30 minuta para nisjes së provimit në 10. Por përsëri u publikua në rrjetet sociale tezat e provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Ministria e Arsimit reagoi duke theksuar se procesi nuk cënohet. Provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë po kryhet sipas standardeve, nuk cënohet procesi. Ministria e Arsimit dhe Sportit garanton se janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar mbarvajtjen e procesit të provimeve dhe për të ruajtur integritetin e tij të plot. Publikimi i tezës së provimit të lëndës gjuhë shqipe dhe letërsi pas fillimit të procesit të testimit nuk e cënon as pak ecurinë dhe besueshmërinë e procesit të provimit të maturës shtetërore. Rreth 27.000 maturant në 145 qendra provimi në të gjithë vendin po zhvillojnë provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë në kushte të qeta dhe në përputhje me të gjitha standardet e sigurisë të parashikuara në rregulloren e maturës. Institucionet arsimore në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit mbeten të angazhuara për të ofruar një proces të drejtë, të barabartë dhe transparent për çdo maturant, thuhet në reagimin e Ministrisë së Arsimit.